nga kjo është Po ta mbaroj më deri në fund, do të fol pra. Dhe mu duket si afërt. Fillum bisedum. Çfarë të pyeta për jetën tënde? Jo të gjithë, se ti thu jo të gjithë. Tash e ke fol ndonjëherë ti me ndonjë tjetër përveç meje? Ka ardhur njëri me të pyet? Po, ka fol. Që ditën e parë direkte? Po pra. Kush ishte para meje? Edhe me Alesion ka folur, edhe me Senaldo ka folur, edhe me Gocat ka folur. Ç'rëndsi ka? Prit, mbaroj kjo. Po s'ka rëndsi, kush është radha, kush e ka radhën i parë. Okej, rregull, iku e punë. Unë kam dashur dhe kam folur me ty. Lutem, po ti pse nuk le me fol? Po se kam dashur dhe kam folur, pra ti po edhe akuza ndaj meje për një gocë 3 vjeçe, që unë edhe moshën që ta përmenda, nuk ta përmenda për keq, ta përmenda sepse ti je në moshën e babit tim dhe mua më duket shumë e rëndë. Si? E ndigjon? Babin e gjoj për çdo lloj gjëje. Ja pra babi për ball ti s'le me fol. Po babi nuk më edhe akuzat aty. Babin do ndjej shumë keq ti thoshin goca jote merret këtu me çifte. Mbarove moj vajz. A kam drejt me fol apo jo? Për këtë gjë lloj gjëje jo, nuk më do ta akuzoj. Po ta mbaroj pra mendoj akuzën që ti mendon. A është babi për ball? E len babin me fol apo se len? Le pra babin trasi. Po bravo pra. Në momentin që ti folem ishim shumë mirë etj, në atë moment u fut Mateo për me shfrytzu këtë gjë që do me një gjuhë që është të për jashta për qa atë që aje kapi gjoja për cigarë. Jo për sa, aje aty e kapi. Ti duhet më pyesësh mua, unë kam pasur jetën qëndrim me ty o tani. Unë nuk manipuloj nga askush këtu. Nuk kishe punë dashurie, se është budallika jo. Anything, jo, ishte edhe kështu, mos u merr se merret me Mateon ajo. Ti ke dashur mua të më futesh në situatën me Mateo. Keni e disë që po ju futet, mos u futni mua. Je mirë tjerë. Jo, pra se ashtu është konotacioni. Ti mendon si mendohet aty jashtë. Unë nuk kam një gocë rrugësh. Oj ti, nuk e kam nisë ta dëgjome. Je mirë tjerë. Si po them unë. O të lutem tani se unë të kam dëgjuar, prandaj dhe po të